Pasioni për pikturën dhe për ngjyrat ka mbledhur edhe njëherë së bashku piktorët Muhamet Kërpaçi dhe Leonard Voci. Albania Face mblodhen në një ekspozitë të vetme dy artistë shqiptar. Duke lënë një anë xhelozinë artistike, ata bashkuan së bashku të ndryshmet e tyre për të bërë një e vetme. Klasika e piktorit Kërpaçi lidhet me finesën dhe modernën e Vocit, një dyzim që bashkon të kundërtat. Tradita, bashkohorja dhe guximshmja u bën bashkë në një ekspozitë vetme. Të dy artistët rrëfejnë eksperiencat e tyre. Ekspozita është në dy plane. Është në planin e punimeve të mia në pikturë, në gjininë në portret, kompozim, peizazhe ka, motivet që trajtohen janë motive tradicionale, portrete kreshnikësh, gra fshatare, edhe në ato pasqyrohet ajo bota e pasur shpirtërore e tyre, e cila kjo botë fatkeqësisht sot është ka pësuar metamorfozën e vetë. Dhe si ndodhi të ishit bashkë me Leonard Vocin, dhe themi si u bët bashkë të dy për të sjellë një ekspozitë vetme? Me Leonardo njehemi herët duke qenë edhe të dy me prejardhje nga veriu i Shqipërisë. Dhe kemi organizuar, kemi hapur edhe një ekspozitë tjetër para 2 vitesh, po në muzeun kombëtar. Dhe vetë ajo natyra e tij si piktor abstrakt e bën më të lehtë hapjen e një ekspozite me 2 veta, se ekzistojnë ato xhelozitë mes piktorëve me fjalë kur janë gati të njëjtë. Ndërsa ai është totalisht ndryshe nga unë, me fjalë. Edhe kjo është diçka e mirë, me fjalë. Është kudo ekziston xhelozia në fushën e pikturës, e muzikës, pastaj është një treg i madh, me fjalë që po kjo tregon që neve, unë dhe Leonardo, shkojmë mirë dhe mund të hapim edhe ekspozita tjera në të ardhmen. Dhe në këtë metamorfozë që i ndodh shoqërisë shqiptare, ashtu siç më thatë edhe ju, si e gjen veten një piktor, duke ndryshuar një shoqëri nga dita në ditë, si është të gjesh veten dhe të sjellësh atë realitet duke kaluar si ripërpunim nga vetja juaj më pas për publikun? Piktori si natyrë është ekstremi i artit, si natyrë, si karakter, me fjalë. Piktorët në përgjithësi, unë për veten time, unë jam në opozit me çdo lloj pushteti. Ne nuk i thurim ditërambe pushtetit edhe ne shohim punën tonë, pikturojmë. Unë tash i bisedoj me juve dhe mendja ime kullot në për portrete dhe juve ju shoh si subjekti i imi, me fjalë, edhe jam gati t'ju bëj edhe një portret pa të parë, vetëm duke parë karakterin tuaj. Me fjalë, ne kemi tjetër natyra jonë është edhe ekspresive, me fjalë, ne edhe ne vrikosim i shpejt kur na bën padrejtësi, me fjalë. Po, me fjalë, unë jam si artist, me fjalë, kam ato ndjesitë e mia, me fjalë që Dhe këto ndjesi duket se ju kanë çuar shumë te tradita shqiptare, me sa kuptoj. Nëse shohim me kujdes piktura, tradita është thelbi i asaj që ndjeni dhe përcjellni për publik. Absolutisht traditën unë e njoh atë, sidomos zonën e veriut, po këtu ka edhe motive edhe nga jugu, nga Labria, me fjalë, ka piktura. Edhe këto janë piktura impresioniste, po ti fusish në atë llojin e gjininë e pikturës, me fjalë. Duke qenë edhe vetë nga Kuksi, me fjalë, me origjinë, i kam mbredh edhe fshatrat, njoh ato zakonet, doket e veshjet e burrave dhe grave, me fjalë. Kam pikturuar shumë motivet nga eposi kreshnikëve, i cili është shqiptarët krenohen me eposin, sa ai është si epitafi i Glavnicës në kuptimin e kombit. Kreshnikët i kanë dhënë jetë dhe histori i vendit tonë. I fjalë eposi i kreshnikëve ka lindur në malsinë e Dugatxhinit, në pjesën veriore, në malet e larta. Është legjenda e zanave. Ka motive të cilat i kam trajtuar edhe më përpara, po siç trajtohet një pikturë përpara, nuk trajtohet i njëjti motiv,
E njëjta ide, po piktura është one copy, me fjalë ndryshon, nuk mund të ta kopjosh pikturën që ke bërë përpara, me fjalë. Këto është, jam i sklavëruar me këtë temë, me temën e një gruaje për shembull e cila servir kafe në ato kullat e vjetra të veriut, ose një malsor i veshur me atë ose motivet e luftës, me fjalë. Edhe figura Skënderbeut është figura interesante për mua. Frymëzimin më të madh në figurën e Skënderbeut e kam gjetur nga ato bustat dhe monumentet e skulptorit madh Odise Paskali, me fjalë. Nuk është se unë e kopjoj atë, po unë e stilizoj pastaj, po ai karakteri i skulpturave të Paskalit është karakteri njësh i figurës së Skënderbeut, duke mos pasur dokumente dhe fotografi të Skënderbeut para 500-600 viteve, kuptohet që është stilizuar, është. Besoj se tematikat që ju keni përdorur kërkojnë dhe një teknikë të caktuar mbi të cilën ato punohet. Nëse flasim për teknikën që ju sillni për publikun, çfarë mund të themi? Në mënyrë të thjeshtëzuar që dhe nga ne publiku të kuptohet. Teknika është punohet në teknikën e vajit, punohet me fjalë në vaj, në akrilik. Piktura ime impresioniste, duke qenë impresioniste, ekspresioniste, është edhe piktura shpejt, me fjalë, duhet të kesh eksperiencë. I dhënë shumë pas pikturës klasike, Kërpaçi është gjithmonë në kërkim të portreteve, që lidhen me natyrën shqiptare, portrete që i çojnë në kulturën e vendit tonë. Piktura nuk është thjesht kopimi i realitetit, me fjalë. Duhet të lexosh literaturë, duhet të studiosh, me fjalë. Unë para viteve 90 kam levruar gjininë e karikaturës. Kam botuar karikaturë në organet e shtypit, si që ishin në atë kohë Zëri i Popullit, Bashkimi, Puna, Zëri i Rinisë, me fjalë. Dhe kjo karikaturë ka qenë një ndihmëse e madhe për mua, pasi të bësh karikaturë nuk është lehtë. Karikatura do mendim, do ide, do zgjedhje kompozicionale. Edhe gjithmonë, edhe pikturën kur e bëj, kam parasysh që të jap simbolikën, jo thjesht bësh një portret femre, bësh një mal, po të manovrosh, të krijosh nëpërmjet malit, të krijosh figura, me fjalë të krijosh që në pamje të parë duket mal, kur futesh si në brëndësi të dalin imazhe të tjera, me fjalë. Nuk është thjesht ta kopjosh malin, siç është. Me fjalë, piktori nuk është fotograf. Udhëtimi i piktorit Kërpaçi ka qenë i dyzuar mes pikturës dhe karikaturës. Ai vendosi të ishte dorë nga karikatura duke ju dhënë plotësisht pikturës. Pasi, tylëria ishte e plot për ta. Unë nga karikatura dhe vitet 93-94 dhe kam botuar, pastaj kam heq dorë. E para është se nuk pagesa është skandaloze, me fjalë. E dyta është karikatura duhet të jetë politike, duhet të jetë goditëse, jo të bësh karamele kështu. Do të godasësh qeverinë, problemet ekonomike, me fjalë, po këtu nuk është rrilli demokracisë, si thonë Amerikanë, me fjalë që mund të bësh karikatura që të ke probleme, bën një karikaturë, ai të hedh në gjyqje, do fillosh atë odisen e gjyqjeve, me fjalë nuk ke mbrojtjen e gazetës, nuk ke mbrojtjen e shtetit. Me fjalë kjo është arsye pse ti futem mund të lasheve tash, bëj karikatura kundër qeverisë, kundër ashtu, kur unë do kem probleme. Unë po bëre karikaturë, unë do bëj karikaturë ekstreme. Me fjalë. Jo karikaturë hajsa për të bë gallat me figurat me figurat politike. Të futesh në skandalet e qeverisë, në skandalet me fjalë kështu, kjo është karikaturë. Për piktorin Leonard Voci, ekspozita gjithmonë ka një qëllim, një mesazh. Mesazhi i tij në këtë rast ishte se mund të edukohet publiku ynë me artin modern.
si mund ta njoh atë pa e paragjykuar më parë. Ngjyrat në pikturat janë armët e tij. Ai tani më njihet nga të gjithë për këtë. Ato janë firma e tij në çdo tablo që përfundon. Një artist ka të nevojshme që të përballet me publikun dhe kjo përballje me publikun është shumë e rëndësishme. Kuptohet se si artist shqiptar edhe unë kam të nevojshme që duke patur atë publikun tim, i cili më ndjek prej viteve me radhë, dhe është një përballje sepse është edhe njëkohësisht me qenë se publiku shqiptar është edukuar më tepër për 50 vite me radhë në kohën e realizmit socialist komunist, me një pikturë e cila shkoi deri në degradim politik, le të themi, mirëfilli politik duke humbur të gjitha karakteristikat e një arti të mirëfillt artistik, atë që ka vepra, që ka për qëllim dhe detyrë vepra artit, dhe njëkohësisht edhe përzgjedhja bashkëpunimi me Kërpaqin ka qenë e krijuar në këtë ide që artisti nuk ka nevojë të përdori mjetet politike që të bajë një skup politik ose mediatik, duke thirrur temat e politikës për të bërë i njohur ose i zhurmshëm. Kjo është një ekspozitë e qetë, e cila tregon edhe punën tonë si profesionistë mirëfill, dhe besoj që ja kemi arritur deri një farë masë qëllimit. Dhe besoj që në kryet herës kur e menduat se ekspozitë patët një subjekt në mendjen tuaj, një subjekt i cili do të vinte për publikun dhe me cilin në një farë mënyrë apo tjetër do të ngacmonit, le të themi, mentaliteti. Ndoshta nga ekspozita më përparshme unë erdha me temën Albanian Faces që kisha para 2-3 muajsh në Galeri Kledio, dhe kjo është Albanian Colors. Pra, duke qenë në Tiranë dhe në Shqipëri, ne njihemi të dy pavarësisht stileve dhe rrymave të ndryshme, por ajo që na bashkon është ngjyra e fortë dhe e shtriqme që ka dhe koloriti i pasur që ka treva jonë dhe gjithë Shqipëria, dhe mbështetja ajo që na bashkon është ngjyrat e forta dhe mjaft të bukura. E rëndësishme është se me këto ngjyra ti çfarë bën me fjalë, si arrin të kombinosh duke ruajtur dhe identitetin tonë, edhe kombëtar, pavarësisht se unë jam në një formë moderne dhe tepër abstrakte, kuptohet dhe ajo që edhe në Europë dhe në vendet e zhvilluara perëndimore, si themi është rryma kryesore sot për gjitha galeritë e botës dhe muzeumet më prestigjioze. Kuptohet unë këtu kam një handicap me publikun shqiptar, sepse publiku shqiptar nuk është mendoj se nuk është akoma gati për me thithë dhe konsumuar këtë lloj arti, por gjithmonë është një tentativë ose ëndra një artisti që të bëjë diçka për kombin e vet, dhe unë besoj që në kohën time po kryej detyrën atë që duhet, të paraqes veprat para publikut her pas here dhe në mënyrë të vazhdueshme, dhe që nuk është qëllimi im që të edukoj publikun, por qëllimi im është në formë indirekte të ndikojmë në një formim dhe në një konsumim të artit, ashtu siç është edhe në përgjithë botën e qytetëruar, se vetëm duke e parë veprën, atëherë ti pa e sulmuar në mënyrë mediatike, kjo është shumë e rëndësishme, sepse unë shoh në shumë vendet të botës paraqiten rryma të ndryshme, të cilat ato publiku i konsumon në mënyrë të natyrshme, dhe pastaj sipas realiteteve. Kur është një vend i varfër dhe i edukuar me pak art, le të themi, atëherë edhe ne nuk do të kemi edhe pritshmëri shumë të mëdha nga publiku, sepse prapë kjo është Shqipëria, ky është publiku jonë, detyra ime nuk është që ta sulmoj publikun, por përkundërzi t'ia bëj një vepër me shumë dashuri, t'ia paraqes me shumë elegancë dhe finesë siç është në perëndim, dhe pastaj është në dorën e publikut që të zgjidhë. Ajo që më bën përshtypje, ka shumë njerëz për shembull që nuk e kuptojnë për shembull një punë, por kanë dëshirë përçen nga koloriti, përçen kanë ato pyetjet dhe siç e ka njeriu në mënyrë të natyrshme. Kuptohet se arti modern abstrakt është i lidhur me tema, unë më tepër jam edhe merrem shumë edhe me eset filozofike dhe me trejat e shkencës, dhe duke patur edhe këtë sinim me fjalë, për mua nuk është thjesht vetëm që të pikturoj, mua më intereson edhe të bëj edhe shumë eksperimente në kolor, gjetje të ndryshme, brenda krijimtarisë dhe pa
dhe ajo që më veçon nga të gjithë të tjerët në mënyrë të largët është sepse unë nuk kam bërë deri më sot as edhe një punë me porosi. As edhe një punë me porosi. Dhe nëse ka një porosi për ju, si reagon? Nuk e baj, absolutisht jo. Sepse unë mendoj që kesh mendimin personal dhe kuptot në botën e qytetëror kjo vlerësohet shumë. Në Shqipëri nuk është e rëndësishme. Një mendon se ka lek ose para dhe thot duhet me bash një ashtu siç e duam, i them jo. Ka të lidhje me mua, nuk ka lidhje me. Dhe duke dashur të njohim më shumë natyrën tuaj, prapa krave kemi këndin ku janë të vendosura disa nga pikturat tuaja dhe në morinë e imazheve dhe ngjyrave që të vinë duket sikur secili prej nesh deri diku në një farë mënyre mund ta gjej portretin e tij të vendosur në njërin prej këtyre pikturave. Si ishte reagimi i publikut ose pikpyetjet e tij mbi atë çka mund të shohim për shembull në këndin që ne kemi në krah? Tash ka një diçka. Pra kjo ka të bëjë prapë me edukim profesional të artistit dhe me atë që ai ka vënë qëllim vetes artistit. Duke patur edhe konceptin që unë vërtet punoj në logon Albanian Artist dhe jam shqiptar, por prapë unë jam një artist i formuar në Perëndim dhe pothuajse unë nuk bëj art vetëm për Shqipërinë, me fjalë vetëm për shqiptarët. Pra kjo mua nuk më intereson fare. Unë më intereson që ky art që prollohet në Made in Albania në Shqipëri, që mund të ekspozohet në të gjithë botën, pra në pararoj dhe në përkrah çdo artistit të njohur në botë. Kjo mua më intereson. Kjo është themra e akilit tek arti im. Ndjesia juaj të qenit në një ekspozit jashtë Shqipërisë dhe asaj që në Shqipëri si është, të gjendurit të unit tuaj në Shqipëri dhe jashtë saj? Po të heqim anën mekanike, le të themi, të mënyrës së organizimit, të menaxhimit, të kritikës, është ndryshimi dita me natën. Pra ne kemi këtu shumë handikape, të cilët nuk kam dëshirë që t'i radhes një në mas tjetrës, se Shqipëria ka ku ta prekësh është si një thes që kudo që ta prekësh do dalë një problem, por duke nëse shoh anën pozitive të ekspozimit, ajo që më pëlqen mua shumë është se kuptohet kur paraqitem para publikut tim shqiptar, e ndjej si një detyrim më tepër moral dhe shpirtëror dhe që ka të lidhje me prejardhjen time. Se besoj që ne duhet të tregojmë identitetin ton kombëtar dhe duhet ta duam vendin ton. Unë kam atë mendimin dhe mbroj atë thënien e pasur çfarë ke bërë ti për Shqipërinë, jo ç'bën Shqipëria për ty. Detyra ime, unë e kam parë në këtë vështrim që të sjellit në shijen e së bukurës dhe të edukimit të publikut nëpërmjet veprave dhe jo fjalëve. Pra, duke sjell shumë vepra, duke paraqitur shumë vepra, shumë krijime, të cilat janë që në forma, në ngjyra, në kolorit, në përmbajtje, në tema, kanë lidhje me Shqipërinë dhe mendoj se këtu është detyra. Pastaj kur i hidhet vepra në para publikut, ajo që është në Shqipëri është një problem shumë i madh, se më përpara shkruhet se sa të shikohet vepra. Pra, mendoj që është një problem serioz që ka arti shqiptar, por besoj me kalimin e viteve do të arrijnë ta kuptojnë që duhet të paraqitet vepra, pastaj do të jepet verdikti, si themi. 130 pikturat bën së bashku dy artistët e rrymave të ndryshme. Klasika dhe modernja mund të jenë të dyja në një sallë, duke ma gjepsur artëdashësit.